الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Falëndrimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet të dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më dashurit ton, vulës pejgamberike Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit, Allahu na bëf prej tyre. Nderuar vëllezër, tema jonë sot, ajo që kam zgjedhur për me shpjeguar sot në këtë hutbë, është një prej temave më të rëndësishme të fejës sonë, pa të cilën Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon as shahadetin ton. Vepër pa të cilën Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon as namazin ton. Vepër pa të cilën Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon as gjë të cilën na e bojnë në jetën tonë, që ajo është sinqeriteti në fenë Allahu subhanahu wa taala. Sinqeriteti dhe mënyra se si mund na ta ruajmë sinqeritetin në këtë kohë fitnesh, në kohë trazirash, ku syri i njerëzve është bërë më i madh se syri i ndërgjegjës. Syri i tyre është bërë më i madh se sa ndërgjegjat të cilën ata e kanë. Ku syri i pëlqimit tek njerëzit është bërë më i madh se sa syri i arritjes së kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Për me kënaqë dikon për njerëzve është prioriteti shumë njerëzve sot, e pak prej tyre kanë prioritet apo qëllim kryesor kënaqjen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo ka të bëjë çfarëdo vepre që ti e bën në jetën tënde lidhet me këtë gjë, e që sinqeriteti i përni me apo të treguar ti sinqert në fenë Allahut subhanahu wa taala. Pa ato veprat janë sikur trupi pa shpirt. Mund të falësh namaz, mund të japësh sadaka, mund të bësh haxh, mund të bësh çfarëdo lloj vepre, por nëse nuk e ke sinqeritetin në zemrën tënde, të gjitha këto, thot Allahu, nuk kanë haba'an mansura. Shkojnë pluhën te Allahu subhanahu wa taala. Nuk pranohet asnjë te Allahu subhanahu wa taala. Pse? Dhe Allahu na ka krijuar neve për me adhuru ato. Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar për madhështinë e tij, e nuk na ka krijuar neve që na të shërbejmë njerëzve apo të lidhmi veprat e tona me dikon prej krijesave tina. Çka është sinqeriteti? Nëse na e përmendni edhe flasim për sinqeritetin, çka është sinqeriteti? Dietarët kanë thënë se sinqeriteti është pastrimi i veprës nga shikimi i njerëzve edhe konsiderimi i krijesave. Veprën të cilën ti e bën me e pastru mas pari njetin tanë, me e pastru e gjoksin tanë, me e pastru e zemrën tënde, që qatë vepër për një me e bëhe veç për Allahun subhanahu wa taala, edhe sa ma shumë u largue pej syrit apo pej konsideratës të cilën e kanë njerëzit tek vepra e jote. Thotë Allahu në Kur'an: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin." Edhe ju nuk keni të urdhëruar për diçka tjetër, vetëm se me adhuru Allahun subhanahu wa taala, edhe duke qenë të sinqert në fenë e tina, duke qenë të sinqert në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, duke qenë të sinqert në madhështinë apo në madhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra, Allahu nuk e pranon asnjë vepër përveç asaj që bëhet vetëm për fytyrën e tina. Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon asnjë vepër përveç asaj e cila është edhe në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Taberiu, Allahu mëshiroft, tek fjala ku Allahu thot mukhlisina lahu ddin, të sinqert në fenë Allahu subhanahu wa taala, thot se duke e veçuar Allahun në adhurim pa i shoqëruar atij askënd. Duke e veçuar Allahun subhanahu wa taala në adhurimin e tij si i vetmi i pashoqë, duke mos i shoqëruar asgjë prej krijesave, duke mos i shoqëruar as nesin, sepse
njerëzit që më shumë si sot e shkelin apo i bëjnë shok Allahu subhanahu wa taala, nuk është duke ja shoqëruar dikon tjetër për krijesave, por se duke ja shoqëruar epshin e tyre, duke ja shoqëruar Allahu subhanahu wa taala nefsin e vet, e që sot po bëhet adhurimi i vetpëlqimit, adhurimi i vetës, e që kjo është për i veprave më të rrezikshme. Allahu na ruaj, Allahu na fal prej sojna. Thot Imam Begawi, ata e pastrojnë veten nga shirku, flet për gjeneratën e parë të muslimanëve, për sahabët dhe selefit, se para çdo vepre të cilat ata donin me bë, e lutshin Allahun subhanahu wa taala që më ia pastrojë zemrën, më i largue prej syve të njerëzve që mos më ndikue ndonjë shkak tjetër, edhe më ia prish aty në më ia lëkundën zemrën për veprat të cilat janë duke e bëhe. Syfacia edhe çdo cilën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Prandaj sinqeriteti është themeli mbi të cilin na e ndërtojna mas pari fejen tonë, pastaj e ndërtojna edhe jetën tonë deri në vdekje. Vepra e vogël, një vepër e thjeshtë, një vepër shumë e vogël, ndoshta që në sytë e tu apo në sytë e njerëzve është asgjë, por se e ka një jetën e mirë, e ka një jetën e sinqertë, ajo është e madhe te Allahu subhanahu wa taala. Disa njerëz bëjnë vepra pak, por ato pak çka i bëjnë për një me zemër të madhe. E disa të tjerë mundën me bëu vepra shumë, por se zemrën apo jetën e tyre nuk e kanë prezant ato vepra hiç. Thonë dietarët, rubba amelin saghirin tughatihu niyya, tu'adhimuhu niyya. Sa vepra të vogla i rrit edhe i mallnon edhe i arrit vlerën njeti i pastër në fin Allahu subhanahu wa taala. Wa rubba amelin kabirin tusaghiruhu niyya. Edhe sa vepra të mëdha që mundet me i bëu robi, por se njeti jo i sinqert, njeti jo i pastër, i bën që ato me i paksu në syrin e Allahu subhanahu wa taala. Një lot i fshehtë të cilën ti e bën për hir të Allahut subhanahu wa taala natën, mundet me peshuar shumë vite adhurim të përzira me syfacinë në fin Allahu subhanahu wa taala. E kjo vëllezër është rreziku i syfacijës, është rreziku i hipokrizisë në veprat të cilat na i bëjnë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Akhwafu ma akhafu aleikum ash-shirku al-asghar." Gjëja që më shumë të ne kanë frikë për juve është shirku i vogël të cilin ju e bëjnë në fenë Allahu subhanahu wa taala. E pyetën sahabët: "Ja Rasulullah, wa ma ash-shirku al-asghar?" Kush është shirku i vogël? Për cilin shirk të vogël e kije fjalën? Tha erria, syfacia. Veprat të cilët ti i bën për me t'i pa dikush, veprat të cilët ti i bën për me i ra në sy dikujt. Tha Allahu subhanahu wa taala: "Idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fi ad-dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa." Shkoni te ata për të cilët veproni ju. Shkoni te ata të cilët veprat në dynjë i bëni për hir të tyre, edhe pastaj lypeni prej tyre shpërblimin. Njerëzit të cilët bëjnë vepra për hir të njerëzve, njerëzit të cilët dojnë me dhonën edhe këshilla, dojnë edhe me bëu diçka në jetën e tyre për hir të njerëzve, në ditën e gjykimit, kur e pritin llogarinë për Allahu subhanahu wa taala, Allahu i merr këta. Edhe i thot: "Shkoni tash te çeta njerëz të cilët ju i keni bëu veprat për hir të syve tyne. Edhe shkoni te ata tash edhe lypni shpërblimin." A ka dikush që mundet me shpërblim në ditën e gjykimit përveç Allahu subhanahu wa taala? A ka dikush që mundet me dhënë shpërblim dhe ndëshkim në ditën e gjykimit përveç Allahu subhanahu wa taala? Padyshim se nuk ka. Andaj kjo na tregon neve më së miri ky ajet. E tregon neve më së miri që çfarë do vepre bëne çka bëne ti në jetën tënde gjatë ditëve tua, mundohu që para se me bëu atë vepër me e pastruar zemrën tënde, me e pastruar jetën tënde, edhe ato me e bëu për nimet për Allahun subhanahu wa taala. Qoftë edhe nëse ki më marrën dikon edhe më ia qitën një kafe dikon jashtë. Edhe që ato bënë për hir të Allahut subhanahu wa taala, nëse dëshiron që ajo më konën në peshorën e veprave tua të mira. Sepse na shumë veprat të cilat i bëjnë gjatë ditëve tona nuk ja kushtojnë rëndësinë. Edhe një telefon që ja bën dikujna, edhe një mesazh që ja dërgon ti dikujna, edhe një buzëqeshje që ja dikujna, mund që ajo më konën mja hap dynjajnë atina. E sadakaja më e mirë është kur robi i buzëqesh dikujna fytyrë. Sadakaja më e mirë është kur robi ja largon dikujna një breng. Sadakaja më e mirë është kur robi është pranë dikujna për robët e Allahut subhanahu wa taala. Por se këta këtu rritën edhe madhnon të Allahu kur ti këtu i bashkangjet me njetin të sinqert edhe me zemrën e pastër. Askush nuk mundet me na ndihmu neve në ditën e gjykimit. Hadithi i parë të cilën e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tregon se njerëzit e parë të cilët kanë më xhiku në ditën e gjykimit para Allahu subhanahu wa taala, përmendos ai el muslim, përmendet se të parë që do të hidhen në zjarr për shkak të veprave të cilat ai kanë bërë pa sinqeritet, të parë janë hoxhallar. Të janë hoxhallar, dietar. E dyta është luftëtari i cili ka dhënë jetën e vet. Edhe e treta është ai i cili ka dhënën shumë.
Kur dalin këta para Allahu subhanahu wa taala, vjen ky hoxha i mirë tash që u kon dynja në sytë e njerëzve, edhe e pyet Allahu çka ke bëu ti në dynja. Thot, ja Allah, thot unë jam hypën hëtve, edhe jam mundu me i këshillue njerëzit për të mirë, me i largu ata prej të keqes, me ja kallëzu aty në haramin, me ja kallëzu aty në halalën, me ja kallëzu fejen, edhe me i rritën, edhe me ja flu sa ma shumë të ti, thot ka dhëpt. Thot, valloj ti ke rajt. Allahu thot, ti ke rajtën. Thot, se ti këta e ke bëhe veç me u dokën para njerëzit që ti din dishka. Ti që të vepër e ke bëhe që veç me u dokën para njerëzit se ti e hoxhi mirë. Ti këtë vepër e ke bëhe që veç me u dokën para njerëzit se ti ke mësua dhe ke kryen një fakultet ose i ke renitën disa diploma atje. Edhe mirët ky përkrahu e mari me lek edhe e hudhën atë në zjarr i pari me të cilin ndezët zjarri i xhenimit është që ky hoxha që ju tregon njerëzve fejen, por sa ata e bën veç me u dokën para tjerë, i ditën apo me u dokën para tjerë si i devotshëm Allahu na ruaj prej kësaj vepre. E dyta është luftëtari. Ai cili a ka diçka më shtrejtë se me e lën pasurinë tonde, me e lën familjen tonde, me e lën pozitën tonde, me e lën gjithçka e të cilën ti e ke në këtë dynja, me shkuë me luftu edhe me dhënë jetën tonde për Allahun subhanallahu teala, nuk ka diçka më të madhe se kjo. Se tek e fundit, ma amull edhe ma shtrejtë se shpirti jot nuk ka diçka. Por se ka këto njerëz të tjerë e japin jetën e tyre për Allahun subhanallahu teala. Kur del këtë ditën e gjykimit para Allahut, e pyet Allahu çka ke bëu ti në dynjë, thotë ja rab, thotë unë kum lënë fëmijët e mi, familjen tem, pasurinë tem, gjithçka që ne kum pasur, edhe kum shkuar me ju ndihmu muslimanëve edhe kum luftuar në rrugën tonë, vetëm që më kon fjala jote më e larta, thotë vallai ti ke rajt. Thotë Allahu ka vetë, porran. Thotë se ti këto e ke bëu që veç me thonë njerëzit se filani është shumë trim. Filani u konon komandant. Filani e ka bëu këtë vepër, filani e ka bëu këtë vepër. Edhe mirët edhe ky përkrahu edhe hidhet në zjarr. Pastaj vjen ai i cili ka dhonën shumë. Del ditën e gjykimit para Allahut subhanahu wa taala, thotë o robi jam, po çka ke bëu thotë në dynjë, thotë ja Allah. Do të ketë pasurinë të cilën e kam mbledhur, jo munduar që ku ka pas të varfër me ju ndihmue, ku ka pas nevojtar me ju gjin para tyre, ku ka pas njerëz hallexhimi ja u kry atyre hallin, edhe jo mundu që çat pasurinë të cilën ti ma ke dhënë me shpenzuar rrugën tonë. Ka dhëpt, thotë edhe ti ke rajt. Po se ti këta e ke bëhe, veç mërë me thonë njerëzit që filoni jep shumë. Valla filoni është dordhans, valla filoni e ndihmojtë, valla filoni e marroj filan xhamin, e boni filan shtëpinë, e boni filan çeshmën, e shtroj këto, e lyti këto, e ndreqi këto, kita këto i ke bëhe, veç për me i përmenë njerëzit. Edhe mirët, edhe kë përkrahu, edhe hudhët në zjarr atje. Këto janë 3 kategoritë e njerëzve me të cilët ndizet zjarri i xhenemit. Nëse normin atash në dynja me i këshyrën veprat e tyne, nuk ka mënyrë më të mirë sa ai i cili jep shumë. Nuk ka njeri më të mirë sa ai i cili jep jetën për Allah. Edhe nuk ka njeri më të mirë se sa ai i cili i këshillon njerëzit për të mirë dhe i largon ata nga e keqja. Por se këta çto vepra, këta këto kategoritë njerëzve lidhen me ato se çka e kanë njerëzit në zemrën e tyre. Me ato se a çat veprat që ata e bojnë, a e trashëgojnë me niyetin e sinqert apo e kanë vetëm për sy faci edhe për më udokën para njerëzve. Prandaj veprat të cilat i bojnë sa do të me vlerë me kon para njerëzve, nëse janë jo të sinqerta, nëse janë me nijet tjetër, me prapavija tjera, te Allahu subhanahu taala haba'an mansura, këta ato janë hi edhe plan. Andaj, të gjithë ju e dini historinë e Abu Bekrit. Abu Bekri ka qenë njëri më i sinqert i cili ka dhënë çdo sen për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ai nuk e ka arrit pozitën e tij te Allahu veç me namaz dhe veç me agjërim. Por se tha Ali radhiyallahu an, sabaqahum Abu Bekr bi shay'in wa qara fi qalbihi, se Abu Bekri ju ka paraprit juve me atë e cilën e ka vendosur në zemrën e tij. Sinqeriteti ishte kur ai dha gjithë pasurinë atje në Tebuk. Nuk e dha për me pasur pozit. Kur sinqeriteti i tij ishte kur e shoqëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në shpellë, nuk e bëni këto për me pasur pozit, por se ai e kërkonte për një me Allahun subhanahu wa taala. E pyetja të cilën du me e bëhet tash është pse sot është i vështirë që ky sinqeritet na arritën na. Pse sot e kena të vështirë me pasur sinqeritet për Allahun subhanahu wa taala. E para është se çdo vepër të cilën e bëjna e fotografojmë. Çdo vepër të cilën e bëjmë, na e fotografojnë ato. Pastaj, çdo sadak që e japim mundohen me publikue. Çdo sadak të cilën e japim mundohen me u tregu e tjerëve. Çdo ibadet, adhurim të cilën e bëjna, mundohemi sa më shumë foto me qitën që me u tregu tjerëve se unë e kesh filan xhamin, i fal 2 rekate, e bona një umre, e bona këto, e tash për bëj tavafin, e tash për bëj tavaf për filan. Këta këtu i bëjna për me i publiku edhe me ditën tjerë. Një shpesh i shfaqmi ato. E njeri nga selefit
i cili qante shumë natën për vite me radhë për Allahu subhanahu wa taala me ja pranuar veprat e tina, ka ndodhur që as familjarët e tina mos me e ditën ata. Njerëzit e shtëpisë nuk e kanë ditën për ibadetin të cilin ky e bën natën. Dallimi jon me gjeneratën e parë me selefët është se na hala pa e kry veprën, hala pa e përfundue, mundohemi me ju kallëzue krejtve. Që kjo është dallimi jon. Ata kanë bërë vepra shumë të mëdha edhe nuk e kanë ditë as anëtarët e shtëpisë. Na hala pa e krye, veç e kena nis ndoshta, ose veç e kena bëu men, mundohemi me ju tregu tjerë edhe me bëu sa më shumë publike. Kjo është edhe bereqeti të cilin na e kena humbur qoftë në punë, bereqeti të cilin e kena humbur qoftë në kohë, bereqeti të cilin e kena humbur edhe në mesin tonë, për çfarë kena edhe raportet, edhe marrëdhëniet në mes vetë kështu për shkak syfacisë të cilin na e kena në veprat e tona, edhe në raporte me njerëzit, Allahu na fal për kësajna. Kur zemra mbushet vëllezër me madhështinë Allahu subhanahu wa taala, nuk ka diçka tjetër që i del asaj përpara. Tha Allahu në Kur'an, "Alaysa Allahu bikafin 'abde", Allahu subhanahu wa taala, a nuk i mjafton ai robërve të tina? Allahu është i mjaftueshëm për atë i cili mbështetet tek ai, edhe ja kushton atij çështjen e vet. Tjetra, se qysh me arritën na që më bëthin që për Allahu subhanahu wa taala është duke i fshehur veprat e tona. Sa më shumë veprat të fshehta, aq edhe më i madh është sinqeriteti për Allahu subhanahu wa taala. Namaz natë kur nuk e din askush, sadaka kur nuk e din askush, dua kur nuk e din askush, këta këto janë thesaret më të mira dhe me të cilat besimtari ka me dal për Allahu subhanahu wa taala. Tjetër vepër që e shton edhe më shumë sinqeritetin, edhe e rrit devotshmërinë tonë për Allahu subhanahu wa taala, që shpesh na e harrojna, është kujtimi i vdekjes. Me e kujtu Allahun se një ditë prej ditëve kena me e lënë në këtë dynja. Me e kujtue se një ditë prej ditëve kena me dalën prej kësaj jete. Edhe kena më kon për Allahu subhanahu wa taala, jo me diçka tjetër, jo me teshat e mira, jo me veturat e mira, jo me pasurinë, por vetëm me çato vepra të cilat ne kena bërë për një me, për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe tjetra është duke luftuar me nefsin tonë. Se nefsi i njerit, epshi i njerit çdo herë ja kona me kallëzuar se çka është të bëhe. Epshi jo takona se dyqy shejtani ta bën, se ti pe bën një vepër kërkush s'pedin, nuk po të llogaritet. Kjo është shejtani që me ta humbësh problemin tonë. Thot Sufjan al-Thauri, me alestu shein ashaddu min niyati. Nuk kam shëruar diçka, ma të rronë jetën tem se sa njeti jam, se sa çdo herë ndryshon tek na. Ndryshon pse sa i ndryshon çdo herë tek na, prandaj besimtari çdo herë duhet me kontrollu veten e tina para veprat të cilat i bën. Me veten. Pse po e bëj çet vepër? Për këm po e bëj çet vepër? Kush dua që me pa këtë vepër? Allahu apo njerëzit, edhe kush ka më shpërblim mu për këtë vepër. Në vepër të cilën ti e bën, ti e din që Allahu s'ka problem për to. Atëherë pse më e lidh për njerëzit? Pse më e bue për njerëzit? Bëj për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kur edhe prite shpërblimin e plot veç për janës Allahu subhanahu wa taala. Shenjat e sinqeritetit janë, dietar kanë përmendur disa shenja ku thonë se ai i cili është i sinqert nuk gëzohet kur njerëzit e lavdrojnë ata. Nuk i rritet menja kur ato e lavdrojnë tjerët. Tjetra, nuk mërzitet edhe nuk dëshpërohet shumë edhe kur tjerët e kritikojnë ose e keqin ato ose e nënçmojnë. Punon më shumë në vetmi se sa veprat që i bën para njerëzve. Nuk e kërkon famën, nuk e kërkon pozitën, edhe e do fshehësinë e veprave. Çto janë shejat e njerit të sinqert. Çto janë shejat që një person është i sinqert për një me në fenë Allahu subhanahu wa taala. Cilat janë frytet e sinqeritetit. Nëse një vepër na e bëjmë me sinqeritet, cilat janë frytet që na kena më pesojnë. E para është pranimi i veprave tona. Tjetra është ndihma të cilën na jep Allahu subhanahu wa taala dhe rrugdalja të cilën Allahu na bën në çdo sferë tjetër son, qetësia e zemrës. Që kjo është më e rëndësishmja. Me unije i qetin gjoksin tonë, me veprat të cilat ti duke i bëhe, me unije i qet. Nuk njerëzit ndoshta japin sot pare, veç me flekni natë qet. Më koni natë qetë për Allahu subhanahu wa taala. E këto e arrin veç me sinqeritet në fenë e tina, edhe tjetra është shpëtimi në ditën e gjykimit. Andaj robër të Allahut. Do sa sot njerëzit tyje mund me duar trokit për veprat të cilën ti duke i bëhe, ata mund me të lëvdue. Sa ndoshta njerëzit mund me çutën ty edhe hoxhi i madh, dietar i madh, bamirës i madh, inxhinier i madh ose çfarë do lloj pozite që ti mundesh me pasur në dynjë, por pyetja se nuk është se çfarë thonë njerëzit, por se çfarë pozite kita Allahu subhanahu wa taala. E ndoshta një vepër që askush nuk e sheh, nuk e din ti, ajo mund të jetë arsyeja e hyrjes tonë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. E ndoshta një lot të cilën ti e derë në sejdë për hir të Allahut subhanahu wa taala pa e paskush, e ndoshta një sadaka e fshehtë apo një dua në mesnon një istikfar, një kërkim falje para Allahut subhanahu me sinqeritet, prandaj mos u mundo që njerëz më i bëu veprat për hir të syrit të njerëzve, por se mundo që më i bëu veprat për hir të madhërisë Allahut subhanahu wa taala.
mundohu që të bësh i madh tek Allahu edhe jo i madh në syrin e njerëzve. Selefët thoshin se kush e përmirëson fshehtësinë e tij me Allahun, Allahu ja përmirëson edhe gjendjen e tij të jashtme. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.